Mirë, mirëmbrëma Sava. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Shumë faleminderit. Është kënaqësia e imja. Dua të të pyes diçka. Ta fillojmë njerëzore. Si ka qenë fëmijëria jote? Çfarë ka qenë babai jot për ty? Shiko, çdo prind për fëmijët është idhulli, por babai im për mua ka qenë formuesi im. Jo vetëm idhulli, ka qenë formuesi, më ka dhënë atë formën që ai mendoi unë që ai donte që unë ta kisha. Nuk ka qenë shtypës zakonisht patriarkal, familjet mëdhaja, apo s'përdore një çik fjalën e rëndë, s'mbahet rreshti. Po, por se di, mu më duket sikur ka pasi mënyrë pak më të veçantë. Asnjëherë nuk më ka thënë klum dhe bravo, por e shprehte ndoshta me mimik që shikoj jenë rrugën e duhur. Pra nuk ishte shtypës derisa më të cënu ty, por ishte deri diku komunikues dhe t'jepte hapësirën që duhet me të dhanë, jo që doshe ti. Shiko, një ndër lajmet e dhimbshme që unë kam dëgjuar në karrierën time ka qenë largimi nga jeta i babait tuaj, i cili vdiq shumë i ri, u largua shumë i ri, dhe ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë që u larguan shumë shpejt nëna dhe babai jot. Kam idenë që të ka lënë në moshë shumë të re, apo jo? Po, në fakt largimi prindërve të mi, ajo është një detyrë, që e them shumë shpeshte, që ne është detyra jonë t'i largojmë prindërit tonë nga kjo jetë, por mosha nuk ishte ajo që duhej. Dhe e them të se nuk du t'a ngushlloj veten, kupton se kam gjuar shumë gjëra që janë dhe më keq. Prindërit e mi më kanë lënë 24 vjeç nëna dhe 27 vjeç babi. Ti ke qenë i madhi i fëmijëve? Unë kam qenë i madhi. Në familje time kisha edhe vllajën që ishte 12 vjeç, kisha motrën që ishte 16 vjeçe dhe tjetrën 18 vjeçe. Që praktikisht unë u bëna prind për to. Edhe atë ditën shumë dallgë e madhe që ka ardhur në jetë. Po, dallgë e madhe. Unë ju thash në fakt prindërit atyre fëmijëve të mi, se kështu i them fëmijëve të mi, jam mësuar me këtë. Se më thonë e gjithë si ke fëmijët, më thonin, në fakt unë vetëm ideal kam timin, por fëmijët e babës, fëmijët e prindve. Ju thoja, ju kam thënë atë ditë, i kam mbledhur masi na ndodhi kjo, dhe i thash, shiko, një gjë duhet dini, ju s'ju kanë ndek prindërit. Prindërit kanë ndek vetëm mua, ju ja ku e keni. Edhe jam mundu me majtë. Ndërkohë ke pasur edhe xhaxhallar, po gjithë në emigracion, apo jo? Po, unë kam... Ishte e pamundur që të ndihmonin, të ndodheshin afër për ditë me këshillën e përditshme. Po, kjo është, sepse jeta vazhdon, dhe sado që ne në ato periudhë kemi qenë gjithë bashkë dhe i kam pas shumë suportues, por jeta do vazhdoj dhe secili kanë shku në emigrim, se unë kam 5 xhaxhallar që gjithë kanë jetuar jashtë, në përjashtim që njërit është kthyer jeton këtu me jetojmë bashkë, edhe një hall. Gjitha dje. Mirë, për çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar për ekonomik. Kam marrë për bachelor ekonomik dhe master për financë. Ndoshta i detyru ta bëj këtë. Babai ka qenë biznesmen, i çove përpara bizneset e babait apo falimentove? Unë në fakt nuk ishte primarja me qu përpara bizneset e babës, sa ishte me qu emrin e babës. Edhe ajo ishte piknisja ime, që emrin e Gjovalinit ta mbaj, po mujta me rrit, faleminderit. Dhe referu kësaj, unë, biznesin e Gjovalinit, që m'la Gjovalini, unë i kam qu përpara, dhe them me krenarite. Pas kanë rënë shumë halë për i herë, të rrisë një motrat dhe vlajnë të qëve për para biznesin, shumë iri, edhe të kanë pjekur, besoj. Po, më kanë pjek para kohët. Kanë pjek shumë para kohët. Sa që ka momente që më mungon fëmiria, më mungon. Pra, gjësë më lejon, i bleva djalit një PlayStation, edhe e kam 6 vjeç, edhe më tha, babi, do luajmë bashkë i ditë, edhe ula duke luajtur me djalin. U fokusova kaq shumë te ajo, sa që sikur po luftoja me djalin për me fitu unë. Arsyeja cila ishte, me veten, duke qenë se më kanë munguar lërat e fëmijërisë. Për shkak të halleve, me nënën 8 vite në spitale, pas 8 viteve ndroi jetë. Pastaj u detyrova me shku në familje sepse babi u merr me politikë, me animuk e biznesi. Pastaj mas 3 viteve babi ndroi jetë, u detyrova t'i bëja vetë gjitha dhe
dashje pa dashje, unë kam lind i rritur, ndoshta. Shiko, kam idenë që humbjen e prindërve e ke përjetuar në mënyrë dramatike, por vdekja edhe të forcon, ka njerëz po se pate karakterin e fort të rrëzon, ka të tjerë që ju forcon. Si duket të ty ka qenë ajo e malsorit që i ke dalë në balë. Po, ishte kjo e malsorit, po ishte edhe emri i madh i Gjovalinit, i cili nuk më la, ose më saktë nuk duhej unë të dorëzohesha, sepse thoja Gjovalini bëri gjithë të që bëri ka pas një arsye dhe unë do ta vazhdoj. Edhe kam vazhduar deri këtu me atë frymë. Nuk është e lehtë të jesh i majt në veri, sepse në përgjithësi është i djathtë. Gjovalini të la, se thonë është një fat i madh kur baba nuk të lë Hasëm dhe Borxhe, s'të kishte lënë asnjë nga këto, por të la një trashëgimi politike pak të sikletshme. Dhe mendoj që në përgjithësi kur je fis i madh të gjuajnë që të gjithë partitë kanë qef të merret politika me ty. Merret politika me ty. Ti e pati të kollaj të zgjedhjen me krahun e majt? Unë në fakt jam rrit me frymën politike në shtëpi për Gjovalinit. Edhe fryma politike ka qenë e majt e Gjovalinit gjatë gjithë kohës. Por unë e kisha shumë të lehtë vendosje në fakt të Partia Socialiste sepse i përkas krahut majt. Ama duhet të them vetëm një që nuk i nisem i këtij parimi që veriu është i djathtë apo i majt. No, Lezhë sot unë mendoj që është e majt sepse ka burra, ose më saktë është me frymën. Po ikën këto ideologjit majtas, djathtas, po e shoh çdo ditë, ne kemi çuna dhe gocat mirë që nuk i shohin më si karton partie, si ngjyrat. I shohin si individ shumë mirë, shembullor në qytet dhe besojnë që do bëjnë diçka të mirë. Në qartë. Ndërkohë kemi një qytet i cili ka një kryetar bashkie të Zotin, Zotin Breu, por ka edhe zona të sikletshme, Laçi, ka votuar gjithmonë djathtas. Mirdita herë majtas, herë djathtas. Sipas individit. Po, pra, sipas individit. Ke një lloj vështirësie në këtë operimin në këtë? Unë po bëj pak kohë që jam në terren në fakt. Edhe e bukura e gjithë terrenit tim është që njerëzit po më presin. Që do të thotë është në dorën tënde se sa ti mundesh ti marrësh votën atij zotërisë. Kur të pret, ai që nuk do me të votu nuk pret edhe e ke mbyllur. Po ai që të pret do të thotë që ti do të komunikosh me ta. Dhe gjatë komunikimit tim unë kam kuptuar që asnjë nga njerëzit nuk kërkojnë diçka që s'ju takon. Të gjithë kërkojnë atë që ju takon. E unë funditës për këtë jam. Admirë, ka një lloj burrie që kur thonë që do ta jap votën, do ta jap, dhe kur thonë që hajt më tash e shohim. Politika, në fakt, politika këto vitet e fundit, mendoj se i ka ndërgjegjësuar njerëzit dhe shkojnë drejt burrnis, drejt fjalës mbajtur, besoj atë që po thua. Dhe duke qenë se po shkojnë drejt asaj në zonën tonë, besoj që po të thanë po e ke po. Po të thanë jo, është jo. Nuk e kam qartë, juve jeni të stacionuar, do më thënë, vërtet ka 5 deputet qarku i Lezhës? 7 total. 7 ka qarku, po. 7. 4 më 3 janë datën me kaluar. Juve jeni të stacionuar me një qark të caktuar me një rreth bashki, me Mirditën, me Laçin apo me Lezhën, apo punoni në gjithë zonën dhe votat që mblidhni ju nxjerrin? Po, atëherë ne jemi, po 7 kandidat jemi njësoj në gjithë qarkun, sepse kemi lidhjet tona dhe mund të bëjmë fushatën në çdo cep të qarkut tonë. Se për shembull unë jam mirditor. Origjina ime është nga Oroshi i Mirditës, po jam lindë rrit në Lezhë. Dhe unë mund të shkoj në Mirdit, takoj lidhjet e mia, njerëzit që më njohin mua po fafim, bravo, dhe mund ta bëj fushat. Ama ne kemi një përgjegjësi politike për zonat caktuara, që do të thotë, unë si kandidat jam në Lezhë, po kam një farë përgjegjësie politike për X zonë, siç ka një kandidat tjetër në Laç,
apo në mamurras, apo në mirdit. Pra kemi përgjegjësinë politike për zonat caktuar dhe lirshmërinë politike për të marrë vota në çdo cep qarkut tonë.